Ka nisur aplikimet për skemën kombëtare 2026 e cila përfshin 12 masa mbështetëse financiare. Në Korçë, fermerët dhe blegtorët janë paraqitur pranë zyrave të aplikimit në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor për të përfituar nga subvencionet e ofruara nga qeveria. Sipas tyre, skemat mbështetëse mbeten një ndihmë e rëndësishme për përballimin e kostove në bujqësi dhe blegtori, ndërsa këtë vit interesi paraqitet i lartë që në ditët e para të procesit. Për blegtori kam dhënë, është viti 10 që aplikoj. Ke përfituar vitet? Po, të gjitha vite kam përfituar. Si të duken këto skema? Shumë mirë, na ndihmojnë shumë. Po, kemi vite që aplikojmë, i kemi marrë ato lekët, po pra sa diu që kanë aplikuar, kanë marrë, kanë fituar. Drejtori i Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Korçë, Vullnet Gjolla, bën me dije se këtë vit skema sjell disa risi. Përveç uljes së numrit të kreve për aplikim, kemi edhe një rritje të vlerës së subvencionit për të gjithë fermerët, po kështu kemi edhe skemat e investimeve, që kryesisht janë 3 skema në investime dhe ajo që vlen të përmendet përveç 2 skema të tjera është skema e investimeve për të rinjt. Vetëm gjatë vitit të kaluar në qarkun e Korçës u regjistruan gjithsej 12.240 aplikime për të gjitha skemat mbështetëse të ofruara nga qeveria, ku pjesa më e madhe, rreth 9.700 aplikime, i përkisnin skemës së naftës. Procesi i aplikimeve do të qëndrojë i hapur deri më 26 qershor.